Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe letra që është taksur për ju është unë nuk shikoj letra përmbysur, por që mirë në kaq kohë kur më dalin absolutisht nga që është e kundërta asaj që pasqyron mbar, të them, apo në këmbë. Dhe kjo ishte e taksur për ju, të dashur shigjetar. Faqe e kupës përmbysë, do thotë flet për emocione të bllokuar, të dashur, ndjenje të papranuara ose fëmijëri të lënduar. Naivitet emocional, mungesë pjekurie ose prirje për të shpëtuar përmes ëndrave, duke mos dashur të pranojmë realitetin. Mos dëgjimi të intuitës ose refuzimi për të ndjekur thirrjet kreative, shpirtërore e kështu me radhë. Të dashur shigjetar, çfarë duhet të bëni? Të ndaloni së shtypur emocionet dhe të filloni të pranoni edhe ato që janë të pakëndshme, pa u shehur pas iluzioneve. Të mos prisni që të tjerë të lexojnë mendjen ose të plotësojnë boshllëqet e mbrëmshme të juaja. Të lidheni me kreativitetin ose ndjeshmërinë që ju ka braktisur ndoshta nga frika se s'është mjaftueshëm. Serioz, sigur pak si lozonjar dhe duke mos i marrë gjërat seriozisht, edhe ndoshta duke ditur ndjerë brenda vetes, por nuk dëshironi t'i merrni gjërat seriozisht. Të trajtoni veten, të dashur shigjetar, më shumë butësi, por edhe me ndershmëri, mjaft me justifikime të ëmbla që fshehin mungesën e veprimit. Ëndrat e tua janë të bukura, por është koha të shohësh drejt syve të vërtetës. Ke më shumë forcë se sa mendon, por ajo nuk jeton në mohim, jeton në ndershmëri me veten. Pra, të dashur, të fillojmë të shikojmë gjërat ashtu siç janë, nga që kështu jemi vetëm duke bllokuar veten. Nuk mund, sa do që fshihemi, bëhemi sikur nuk i shohim të vërtetën apo realitetin, ajo nuk largohet. Ka ardhur koha të përballemi me ato sy më sy dhe në një farë mënyrë të maturohemi, nga që asgjë nuk largohet duke mos parë.